Gjykata e lartë ka prishur vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit në Shkodër për çështjen e tjetërsimit të pronave në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin, duke e kthyer atë për rishqyrtim me një tjetër trup gjykues në Gjykatën e Apelit Tiranë. Bëhet fjalë për një nga dosjet më të bujshme të pronave në Bregdet, ku sipas hetimit janë tjetërsuar rreth 234.000 metra katror tokë shtetërore ranishte. Vendimi i prishur i Apelit Shkodër numër 222 datë 28 tetor i vitit 2022 kishte shpallur fajtor disa zyrtarë dhe qytetarë sipas gjykatës janë të përfshirë në këtë skem. Ish kryebashkiaku i Lezhës Fran Frokaj, ish kryetari i Qarkut Gjok Ndoka u dënuan me nga 3 vite burg secili. Po ashtu, Gjykata e Apelit gjeti fajtor edhe 16 persona të tjerë për tjetërsimin e 234.000 metra katror tokë në Bregdetin e Ranës së hedhur, ndërsa për disa prej tyre dënimi i konvertua në shërbim prove ose u la në fuqi vendimi i shkallës së parë nga 1 deri në 3 vite burg. Gjykata e lartë nuk ka zbardhur ende arsyetimin e plotë të vendimit për kthimin e çështjes, i cili pritet të hedhë më shumë dritë mbi shkeljen proceduriale apo ligjore të konstatuara në vendimin e Apelit. Hetimi për tjetërsimin e pronave në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin nisi në vitin 2017, ku në prokurori u denoncua tjetërsimi i 234.548 metër katror tokë shtetërore ranishte. Fillimisht në këtë çështje së bashku me kryebashkiakun u arrestuan edhe 22 persona të tjerë, por në gjykatë dosja u dërgua për 18 persona.